Ju përshëndesim nga dita 35 e rrugtimit tim Kassel-Prishtinë. Sfidë personale e imja me karakter humanitar për të ndihmuar fëmijëve dhe të moshuarve me nevoja të veçanta. Sot deshta ta falenderoj firmën Trockenbau und Innenausbau nga Hamburgu me pronar Ismet Kaliqani, i cili përkrau sfidën tonë me 200 euro. Faleminderit shumë Ismet në emër të atyre kategorive përfituese. Po përpos Ismetit janë edhe me 10 firma apo biznese dhe njerëz të vullnetit mirë që janë çdo ditë duke na përkrahur. Pra kjo është dita 35 presë që jam nisur nga Kasseli i Gjermanisë, ku kam përshkruar deri tash Gjermaninë, Çekinë, Austrinë, Slovakinë, Hungarinë edhe tash gjendem Kamesi i Serbisë. Si moto e kësaj sfidës sime është 1 euro për kilometër. Pra, për çdo kilometër të përshkruar, unë do të dhuroj nga 1 euro për kilometër në fondin të ndihmuar fëmijëve dhe të moshuarve me nevoja të veçanta. E po ashtu, në segmentet e caktuara, na bashkangjiten edhe shumë shokë tjerë, ku edhe për ta do dhuroj nga 1 euro për kilometër. Ju faleminderit gjithëve, sfida vazhdon, edhe deri në 1 qershor, ku edhe do përfundojmë, ku do jetë cili jonë Prishtina. Ju faleminderit.